Speranca TV paraqet. Jam një grua 24 vjeçe e sapo martuar me shokun tim të ngushtë. Edhe burrin e kam 24 vjeç, por ndoshta ne femrat piqemi pak më herët se çunat. Sapo jam martuar, por martesa me erdhin e majët e hundes shumë shpejt. Jo për ndonjë gjë, por nuk e di kur do ta marrë vesh ky burri im që tani u martuam dhe si jemi me fëmijë. Duhet i grahim jetës përpara, e jo të rrim gjithë ditën kafeneve apo të harxojmë kohën kot. Vjehra gjithë ditën me rrim mbi kokë si komandant. Sa po zgjohem, ajo e ka gati listën e ankesave. Me tregon se si duhet ta mbaj shtëpinë, se si duhet t'i gatuaj djalit të saj dhe nuk i pëlqen asgjë që bëj unë. Kur i them burrit tim të më ndihmoj pak ose të flas me të, ai vetëm ul kokën si qyqan. Nuk më mbron asnjëherë. Rri luan në telefon, mbështetet tek dera dhe gjen arsye për të dalë jashtë me shokët e tij, duke më lënë mua të përballem e vetme me nënën e vet. Por gjërat morën një drejtim tjetër kur daja i burrit erdhi për vizitë tek ne. Ai është 40 vjeç. E ulëm të gjithë në sallon, e unë shkova në kuzhinë për të bërë kafet. Vjehra ime, pra motra e tij, filloi përsëri me zakonin e saj. Më shikonte se si po i mbaja gotat, e filloi të më mësonte çdo gjë aty për aty, vetëm sa për të thënë që ajo di e unë nuk di. E daja i burrit e pa këtë situatë, e la filxhanin e tavolinë e u kthyen nga ajo, duke ja thënë çdo gjë në sytë e mi. A vash moj motër, i thaj, nusja se ka moshën tënde, e aq me pak, kjo që është si kukull, s'ka ardhur këtu si shërbetore. Lere të shijoj rinin e saj, e mos i rrim mbi kokë. Unë s'mund të duroj ty vetëm 2 orë që erdha, e lere me kjo shkreta që të ka këtu gjithë ditën, i tha daja i burrit, motres e tij, pra vjehrës ime. Por fjalët e tij sollën një heshtje të plot në dhomë. E unë u lehtësova pa mas. Aty e kisha edhe burrin tim, por ai rrinte në qoshët e kultukut si i strukur, e nuk nxori asnjë fjalë për të më mbështetur as mua e as dajen e tij. Por kur iku daja, e mora burrin nga krahu e futa në dhomën tonë dhe e mbylla derën. A e sheh se si më mbrojti daja yt, i thash atij, ndërsa ti asnjëherë nuk i thua nënës sate asnjë fjalë kur ajo me komandon. E burri u bë pak me nerva, nuk e priste atë ballafaqim dhe u përgjigj keq. Pse nuk shkon të daja atëherë, më thaj. Ta kishe marrë atë me mirë se mua. E po, vetë tha, vetë nxori atë fjalë nga goja. Dhe vërteta ishte se mua pikërisht ashtu burri me duhej. Dikush që di të flas dhe të dalë zot, e jo si ky imi që e ka mendjen vetëm të kafet dhe shokët. Kështu që nga ajo ditë, mezi prisja të gjeja dajen e burrit vetëm në ndonjë moment. Nuk kisha as numrin e tij, dhe po ta kisha e t'ja merrja burrit, nuk mund t'i shkruaja. Ndaj, thjesht shpresoja ta shihja kur ai të vinte e t'më gjente vetëm ndonjë ditë. Disa ditë më vonë me ra bingo,
kur e takova në rrugë pranë qendrës tregtare. Qendrën tregtare e kishim shumë larg lagjeson. Ai po ecte vetëm e unë u ofrova me njëherë drejt tij. Sa mirë që të pash, i thash unë sa po e përshëndeta. Doja vetëm të të falenderoja për ato fjalë që the atë ditë tek ne. Por në fakt kam shumë për të thënë. Thjesht s'kisha se si t'i thosha atë ditë, sepse i kisha ata aty, i thash atij. Ai ndaloi dhe u kthye plotësisht nga unë duke më thënë: "Por çfarë ke?" më thaj. "Ma thuaj tani, jam gati të të ndëgjoj." "S'janë fjalë që thuhen në rrugë o daj", i thash atij. E ai e kapi mesazhin me njëherë. "Po eja pra", thaj, "eja tek unë, shkojmë në shtëpi për 10 minuta dhe me trego." E ndoqa pas derisa arritëm tek makina e tij që e kishte parkuar tek parkingu. E para se të hipja, unë dala tek dera. "S'po vi fare tek ti nëse nuk je vetëm", i thash atij, "sepse s'mund të flas lirshem nëse ke njerëz të tjerë në shtëpi." "Po eja moj shket", i thaj, "eja se jam vetëm." E unë u ula në makinën e tij dhe u nisem. Rruga zgjati vërtet pak, ndoshta as 10 minuta. Ai banonte i vetëm në një apartament që mua me pëlqejte i mase. Ulem të dy në salonin e tij, unë tek divani e ai tek koltuku, e aty fillova t'i tregoja të gjitha. I fola për jetën time në atë shtëpi. I fola për martesën që me ishte kthyer në mërzi dhe për sjelljen e burrit tim që s'merrte asnjë përgjegjësi. E ai me dëgjonte me vëmendje, pa me ndërprer. Pasi shkarkova gjithë inatin tim, biseda mori tjetër anë. I thash troç atë që po mendoja që prej ditës kur ai erdhi në shtëpinë tonë. "Unë nipin tënd e mora vetë për burr, kjo është e vërtet", i thash, "por unë kam pasur nevojë për një burr si ty, e jo si nipin tënd", i thash atij. Ai nuk lëvizi nga vendi e as nuk duke i habitur nga guximi im që po ja thoja gjërat troç. "Nuk ke pse del në rrugë të lypësh burrë tjetër", më thaj, "kur ke përballë atë që do." Kjo përgjigja e dajës e burrit me la pa fjalë. Ishte vërtet një përgjigje burri, e megjithatë, realiteti ishte pak më i komplikuar. "Po unë tani s'mund të ndahem nga burri e të martohem me ty", i thash atij. "Po kush të tha ta lësh burrin", më thaj, "atë mbaje, e tek unë eja vetëm për të qarë hallet." Fjalët e tij e zgjidhen çdo lloj situate. Unë e dita shumë mirë se për çfarë po më thoshte. Nuk kisha nevojë të prishja martesën, por nuk kisha pse të rria e mërzitur gjithë jetën. E unë u ngrita nga divani e ju ofrova plotësisht për të përqafuar. Ai me priti me krah të hapura, dhe ndërsa e mbaja të përqafuar, e putha me njëherë në buzë, e ai filloi të me puthte. Pastaj ai me mbështeti tek divani. Filloi të me puthte shumë shpejt. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.